Në Shqipëri, vitet e fundit, shumë vepra të rëndësishme publike e private u janë besuar arkitektëve të huaj. Kjo ndodh sepse arkitektët vendas nuk kanë aftësinë për këtë lloj projektesh apo Ëm, Në fakt kjo është një temë mjaft e diskutuar në panele të ndryshme, në tavolina të mbyllakta, dhe është një temë mjaft pikante në fakt për realitetin shqiptar që ne po jetojmë vitet e fundit. Nuk mendoj se është çështje mungese talenti, për arsye se talenti nuk mund të quhet një monopol gjeografik. Është më shumë një çështje e cila lidhet me mundësitë dhe sistemin. Qytetet më shumë se sa një produkt arkitektonik, le të themi, mund të jenë një përfaqësi e një sistemi apo të një pushteti të atij vendi dhe të asaj epoke. Dhe këtë nuk e them unë, po kjo në fakt është e vërtetuar dhe në histori dhe nga literatura të ndryshme që ne përdorim dhe në auditor me studentët. Louis Mumford, për shembull, është një historian amerikan i cili në librin e tij The City in History, pra qyteti në histori, tregon se si arkitektura është një, ose le të themi arkitektura e qytetit, pra qytetërimi, urbanizimi, janë më shumë një produkt i pushtetit dhe një përfaqësi e sistemit dhe i kulturës së asaj epoke, sesa një produkt arkitektonik më vete. Pra monumentet ose hapësira kur projektohet, nuk projektohet vetëm për tu jetuar apo përdorur, por projektohet për të përfaqësuar një pushtet të asaj periudhe kohore. Ose siç thot për shembull Michel Foucault, që është një filozof francez, që arkitektura dhe hapësira arkitektonike, hapësira, pra ai flet më shumë dhe studion rolin e raportin midis hapësirës dhe pushtetit, arkitektura kthehet në një instrument të pushtetit, pra një simbol i këtij pushteti. Pra siç thash, është një çështje pak delikate kur flasim për arkitekturën, sepse është ngushtësisht e lidhur dhe shkon në mënyrë paralele me pushtetin e asaj epoke. Dhe ne në Tiranë kemi një produkt shtresëzimi mjaft të dukshëm të pushteteve të ndryshme që kanë kaluar në periudha të ndryshme kohore. Roli ynë si universitet dhe si profesor është që në auditoret tona, patjetër, t'i aftësojmë studentët të jenë të aftë të projektojnë jo vetëm brenda kufijve të Shqipërisë, por dhe jashtë këtyre kufijve, dhe në fakt kjo është bërë e mundur tashmë jo vetëm me pasurimin e kurrikulës që ne kemi, por edhe me le të themi me praktika të ndryshme që ne bëjmë me arkitekt shqiptar dhe jo shqiptar.